Kombëtarja e Kosovës ka shënuar fitore në ndeshjen miqësore ndaj Andorrës, ndeshje kjo e cila u zhvillua në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë. Goli i parë erdhi në minutën e 41, ku Fisnik Aslani i treguai sakt nga goditja e lirë, transmeton klankosova.tv. Pjesa e parë e ndeshjes përfundoi me rezultat 1-0 në favor të dardanëve. Ndërsa në minutën e 53 u akordua një penallti në favor të Kosovës, ku Albion Rahmani u treguai sakt nga pika e bardhë. Ndërsa vullën e fitores e dha Vladimir Matoshi, i cili shënoi golin e tretë për Kosovën në minutën e 78. Ndeshja përfundoi me rezultat 3-0 për dardanët dhe pas kësaj ndeshje, Kosova mbyll ciklin e ndeshjeve miqësore, ndërsa bëhet gati për ndeshjet e ardhshme për kualifikime në kampionatin evropian, ku ndeshja e parë do të zhvillohet në muajin shtator, ku përballë do të ketë Irlandën.